Zonja dhe zotri, është një kënaqësi e veçantë të jem sot mes jush në këtë forum, i cili na bashkon rreth një ideje sa më të bukur, aq edhe të domosdoshme për kohën tonë. Të ndërtojmë së bashku një shoqëri ku zhvillimi i njeriut mbështetet mbi vlera të përhershme shpirtërore, mbi dinjitetin njerëzor, drejtësinë, mëshirën dhe përgjegjësinë të përbashkët. Koncepti i udhëzimit të përbashkët shpreh një të vërtetë që Islami ka vendosur në themel të misionit të tij. Në Islam lumturia dhe mirëqenia e njeriut nuk kufizohen vetëm në përmbushjen e nevojave materiale. Njeriu është trup dhe shpirt, dhe zhvillimi i tij është i plot vetëm kur të dyja këto dimensione ecin së bashku. Kurani na mëson se Allahu e ka nderuar njeriun dhe i ka dhënë një pozitë të veçantë në krijim. Ky dinjitet është universal, ai nuk kushtohet nga përkatësia fetare, etnike apo shoqërore, por është një dhuratë hyjnore që i përket çdo qenie njerëzore. Një nga emrat më të bukur të Zotit është Ar-Rahman, mëshiruesi i gjithëmbarshëm, dhe Ar-Rahim, mëshirëploti. Kjo na kujton se mëshira duhet të jetë themeli i marrëdhënieve tona me njëri tjetrin. Profeti Muhammed a.s. paqja e Zotit qoftë mbi të, ka thënë: "Mëshironi ata që janë në tokë, që t'ju mëshirojë ai që është në qiell." Ky mesazh u flet të gjitha kohrave, pra është universal dhe aktual çdo herë. Në një botë të trazuar nga luftrat, urrëtia, polarizmi dhe padrejtësitë, besimtarët nuk mund të jenë indiferent. Feja nuk është thjesht një çështje individuale, por edhe një përgjegjësi shoqërore. Ajo na thret të jemi ndërtues të paqes, mbrojtës të dinjitetit njerëzor dhe shërbëtor të së mirës son të përbashkët. Kurani na mëson: "O njerëz, ne ju krijuam për një mashkull dhe një femër dhe ju bëm popull e fisë që të njiheni me njëri tjetrin." Ky ajet nuk flet për përplasje qytetrimesh apo për ndarje mes njerëzve. Ai flet për njohje, respekt dhe bashkëpunim. Pikërisht mbi këtë frym ndërtohet edhe dialogu ndërfetar. Dialogu nuk do të thotë të heqim dorë nga bindjet tona fetare. Përkundrazi, ai kërkon që secili të jetojë besimin e tij me sinqeritet, duke respektuar lirinë dhe dinjitetin e tjetrit. Besimi autentik nuk prodhon urrëtie, por respekt, nuk prodhon dhunë, por paqe, nuk ndërton mure, por ura. Shqipëria është një dëshmi e gjallë se kjo është e mundur. Bashkëtesa ndërfetare në vendin tonë nuk është një slogan dhe as një rastësi historike. Ajo është fryt i një kulture të ndërtuar mbi respektin reciprok, mbi njohjen e tjetrit dhe mbi bindjen se dashuria për Zotin nuk bie kurrë në kundërshtim me dashurinë për njeriu. Komunitetet fetare në Shqipëri kanë treguar vazhdimisht se mund të bashkëpunojnë për çështje që i shërbejnë të gjithë shoqërisë, në edukim, në ndihmën për familjet në nevojë, në përballimin e fatkeqësive natyrore, në promovimin e paqes dhe në mbrojtjen e vlerave njerëzore. Kjo është një trashëgimi për të cilën duhet të jemi krenar, por edhe një amanet që duhet t'u përcjellim brezave që vinë. Sot kemi nevojë më shumë se kurrë të investojmë të rinjt. Ata duhet të edukohen me kulturën e dialogut, të respektit dhe të përgjegjësisë. Nëse nuk u ofrojmë modele të bashkëpunimit dhe mirëkuptimit, boshllëkun mund ta mbushin ekstremizmi, gjuha e urrëties dhe indiferenca. Prandaj, institucionet fetare, familja, shkolla, universiteti dhe shoqëria civile duhet të punojnë së bashku për formimin e brezave që ndërtojnë ura dhe jo barriera. Po ashtu, nuk mund të flasim për zhvillim të përbashkët pa folur për drejtësinë sociale. Islami na mëson se nuk mund të ketë paqe të qëndrueshme aty ku mbizotron varfëria, përjashtimi, padrejtësia dhe mungesa e solidaritetit. Kujdesi për të dobtët, për jetimët, për të moshuarit, për refugjatët dhe për çdo njeri në nevojë është pjesë e besimit tonë dhe një detyrim moral që nuk njeh kufi. Dhe së fundmi, në të njëjtën kohë, mbrojtja e mjedisit është një përgjegjësi që buron nga besimi. Njeriu është mëkëmbës në tokë
dhe jo shfrytëzues i pakufizuar i saj. Ruajtja e krijimit të Zotit është një akt adhurimi dhe një detyrim ndaj brezave që do të vinë. Të nderuar pjesëmarrës, forume si ky kanë vlerë vetëm nëse mesazhet tona shndrohen në veprime konkrete. Le të forcojmë bashkëpunimin ndërmjet komuniteteve fetare, institucioneve publike, akademisë, organizatave të shoqërisë civile, grave dhe të rinjve. Le të krijojmë më shumë hapësira dialogu, më shumë projekte të përbashkëta dhe më shumë nisma që i shërbejnë njeriut pa dallim feje apo kombësie. Lutja ime është që Zoti ta bekojë këtë përpjekje të përbashkët, të na japë urtësi në vendimmarrje, sinqeritet në shërbim dhe forcë për të qenë gjithmonë mbështetës të paqes, drejtësisë dhe dinjitetit njerëzor. Allahu e bekoftë Shqipërinë, popullin tonë dhe të gjithë ata që punojnë për paqen dhe birkuptimin ndërmjet njerëzve. Faleminderit.